NATO-s që jenë bikqyrë. Kjo nuk e bën më pak sovrane FSK-n se sa çdo ushtri tjetër perëndimore që ka synim antarësimin në NATO. Nuk e bën më të varur. Jo, nuk është kategori kushtetuese, fal Ahmeti. FSK-ja më e varur nga FSK-ja është kategori kushtetuese Ahmeti, më fal. Është me ligje bombe. Forca e Sigurisë së Kosovës nuk është më e varur se sa ushtria e Shqipërisë, ushtria e Maqedonisë dhe secila ushtri që do të integrohet. Jo, Ahmeti nuk ka gjë se FSK-ja është halo nën konstruksion. Tranzicion 10 vjeçor. Se e ka 10 vjet, 10 vjet tranzicioni ka deri në themelimin e plotë të saj. 3 fazat i ka përfunduar. E pa vërtet zoti Ahmeti. Okej, mirë. Se në 2018 është ndërtu 10 vjet i ki sa është sot. As drona. Val 7 vjet i ka po veç edhe 3 vjet i ki. As drona s'moni dhe s'pa miratimin se ti këshillit. Me vërtet. Mirë, ndrojmë temë se s'jam të folë sot për FSK-n, jam të folë. Fotografu unë të Albini, apo me dhe. A themi të vetëja. Tek vetëja, Edhe këshilla është që kur të lexosh statusa të tillë në Facebook tani pritet betejën që del FSK, ushtria, policia e kretane. Mos me non. A mu po më pëlqen kjo. Nxirreni edhe një herë statusin e profesor Kreziut. Edhe çato